Është e vërtet, ne si organizatë veteranëve bashkë me disa studenta nga Prizreni dhe vice tjera, kemi organizuar një peticion ku kemi arrit ato ku kemi menduar, ne kemi menduar pak më shumë të jemi të sinqert, over 300.000, po që as kemi mujtë 300.000, kemi bu 200 diçka janë në shkrime, edhe kemi dërzuar të mërkurën me 6 maj. I kemi dërzuar direkt në gjykatën speciale, jo diku po direkt në gjykatën speciale kemi dërzuar peticionin, ku ka qenë një pritje jashtëzakonisht. Na kanë befasu për të mirë kjo që s'ka ndodhur përpara, ka qenë një korreksi shumë e lartë, nivelit më të lartë, nuk ka qenë një sigurisi me thonë me na kontrollu me na jo. Ka qenë shumë në administratën e gjykatës, nuk më tash të flas keq për ta, pa të kundërshtojnë atë aspektin e pritjes. Kanë orë 30 minuta para kohë, na kanë marrë se ne kemi bërë termin në orën 11, ata kanë dalë në orën 10:30, se na kanë bë kamera dhe ka orë sigurimi, ato na kanë pyet, ne kemi dërguar si kemi pru peticionin, lajmërojnë dikon, e kanë emëruar administrata ka dalë dhe kemi hyrë mëna në gjykatën speciale, unë edhe Sali Bislimi në punon Zvicër, me të kemi bashkë se nuk na lejon më shumë, na vetëm 2 vjet dhe kemi dorëzuar gjitha peticionet me një kontroll rutinor që kanë bërë ata, që kanë obligative me kontrollu, po mua Sali nuk na kanë kontrollu, na ka bevasu hera parë që ndodh, mos me na kontrollu. Dhe kanë marrë peticionet, i kemi dërguar sa faqe janë, na kanë mbyt sa faqe keni, ne kemi thonë janë over 9000 faqe me nga 25 semna, po çka ka qenë aty një interesant për ta dhe për ne s'ka qenë kur peticioni të dërzuar me logo të organizatës veteranëve të luftës. Besoj mund edhe me po kështu, se kur kom video që kom gjetur në Facebookin tim, mundi bëjnë me ngjyrë kuqe është organizata e veteranëve të Shqipërisë Qimlarë Kosovës, se dia qendrore Prishtinë, Kosovë. Edhe pak ju ka rënë në befasi, kur ka pas ato që ndalu më rreth se shate, çdo shtrirë nuk ka të drejtë këtë. Dhe për të por kjo logo hyn mbrana në gjykatën speciale, ai logo jon aty dhe kanë pranuar ata, edhe ne ju tham kem bërë do të pranim mënyrën zyrtare, çdo sa ka qenë me protokoll. Janë shënuar liber tyne, janë shënuar 2 dokumentacionet ku unë tash sa kam këtu me vetë dokumentacion që ja kisha tregu, bëja ku publike do besoj keni po. Unë jam shënuar edhe zyrtarja e lartë e gjykatës speciale, që ka pranuar peticionet tona, ne i kemi dorëzuar, kështu që kemi pranim dhe dorëzim të aplikacionit, kështu që ka qenë çdo sa në mënyrë më të mirë më zyrtare. Asistans ka bërë, ka qenë zyrtare. Peticioni, unë e di që s'ka efekt juridik, jam i bedishëm për këtë punë, shumë e kuptoj se nuk ka efekt juridik, po ka efekt njerëzor, edhe efekt që shqiptarët janë mbështetje të njerëzve që mohen padrejtisht në burg, në Hagë, do të thotë e ka efektin njerëzor edhe human, që tregojnë se 200.000 nënshkrime, 200.000 njerëz kanë shku, që ushtria Qimlarë nuk ka qenë ushtri kriminale, është e padrejtë sonca që më bën ne edhe dokumentin që kemi shkruar ato, kërkojmë drejtësi dhe barazina dokumentacion, është në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze ku është dorëzuar, se bashkërisht me peticion duhet dorëzuar një dokumentacion, çfarë po kërkoni ju? Dhe ne kemi dorëzuar dokumentacion që kërkojmë mirimin e shokëve tonë, kërkojmë që gjykata mos jetë e njanshme, kërkojmë që gjykata mos jetë politike dhe kërkojmë që çdo pro materiale tyne bazohet në realitetin dhe jo me gënishat e Serbisë, apo me gënisha e disa që kanë shkuar ato dhe kanë gënyer apo kanë rrit popullsisht. Kështu që kjo është shkruar në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze, në 2 gjuhë të shkruar. Këtë me logo të OVLX dhe me ulën tonë dhe me nënshkrimin e tim të këtoj veteran lutës. Cilat janë pritjet për vendimin e këtij procesi? Na ishim në Hagë, ku ndëgjum lajmin një lajm shumë të keq që u shty për 60 ditë dhe ne kemi reaguar kemi unë reagim si organizat. Unë pse kanë shty nuk kam frikë. Edhe pse është ty më mirë në shtavon, po më liruhe. Me nëzi më liru ata, su më intereson mua liruan sot a nesër, sa më shpejt më mirë, gjithmonë, po verdikti tjetë në onën tonë, pozitivet më shumë më të mirë, dhe tjetë në realitetin tonë. Kështu që unë e di që ne presim pa durim, jo vetëm unë si kryetari i organizatës dhe si veteran, po gjithë qytetarët shqiptar ku janë presin pa durim lirimin e tyre, dhe unë jo që më ka thonë dikush, të jemi qartë, po kështu më ndin zemra dhe kështu mendoj në trunin tim që ata do të lirohen në emër të Zotit, do të dalin pafajshëm duke ditë me kanë bëj me njerëz që kanë shpif, me njerëz që kanë rrejt letra apo dokumentacione që kanë marrë nga Serbia, nga Vukčevićit e tjerë që kanë bashkëpunuar, kanë marrë dokumentacione ku ju dinë edhe raportin e fundit të advokatit popullit bashkërisht me një organizatë angleze që kanë dalë shkelje. Se edhe këtu besoj si
do dalin të lirë.